Përshëndetje, mirë se erdhe në kanalin tonë Kriptovaluta Shqip. Sot do të kalojmë disa lajme rreth kriptovalutave dhe rreth tregu. Si gjithmonë, do të shkojmë në fillim në CoinMarketCap dhe të shohim se çka ka ndodhur me tregun dhe kriptovalutat. Mundën me pa që Bitcoini është një çmim për $114,000, do me thonë Bitcoini është një çmim stabil, nuk garon për $100,000. Sezoni, do me thonë ky treguesi këtu tregon se sa përqind jena në altcoin sezon, sipas CoinMarketCap jena në 56%. Sezon para disa ditëve ky numër ka qenë 70%, por nuk duhet të bazohena shumë në këto treguesi që shpall CoinMarketCap. Bitcoini është një çmim të mirë. KZZ 17%, Tezos, Algorand në 24 orët e fundit në 1%. Nuk është kjo rritje që shumica e presin, shumica që e presin pashtu edhe një altcoin sezon, edhe pse sot jena 1 oktober ose oktober, ku të gjithë presin shpërthim të altcoinsave sipas historisë që ka ndodhur në 2021 kur ka nis altcoin sezon, ka nis këtë muaj dhe kena pasur shpërthim të shumicën e altcoinsave. Por a do të ndodh edhe këtë herë nuk dihet, se në lojë janë ETF-ja, janë institucionet, janë shumë njerëz me kapital shumë të madh dhe a do të ndodh një altcoin sezon të gjithë që janë duke pritur. Sipas meje, për disa coinsa veç ka ndodhur altcoin sezon, për shembull për Solana, para një vite gjithë ka qenë Solana $19, $20, sot Solana e kena mbi $200, në një moment ka qenë Solana në një çmim prej $270. BNB-ja po ashtu, BNB-ja ka përjetuar altcoin sezon, është një çmim mbi $1,000, ka thyer atë hanë vet po ashtu. Disa coina veç kanë pasur në altcoin sezon. Hyperliquidity mundën me pa $45 në një muaj të fundit, do me thonë ka shpërthyer ekstrem, prej $6 ka shkuar në $58. Kjo është një shpërthim i këtij coinit, që pse ne jena në këto coina është tjetër problem, tjetër arsye. Bitcoin dominancë, edhe pse kena pasur para disa jave një rramje të mirë, mbi 58%, sot janë kthyer në një dominancë për 59% përsëri. Kjo do të thotë që tregu më shumë është në Bitcoin. Ethereumi, i cili edhe ai është duke mbajtur stabil në $4,000, e ka si një rezistent, bjen ndër 4.000, kthehet pra përsëri 4.000. Edhe pse shumica pretendojnë që patjetër të kenë këtë muaj altcoin sezon, shohim me Bitcoin ETF, do të thonë institucione dhe fondet që blejnë Bitcoin pa pushuar, mundeni me pa që veç kanë bërë blerjen BlackRock $199 milion në Bitcoin, Fidelity 54 milion, ARK 105 milion, totalisht dhe me thënë kanë bërë blerjen për $429 milion në Bitcoin. Po ashtu të hënën ka bërë blerje $518 milion. Gati $1 miliard në 2 ditë blerje të Bitcoinit. Edhe pse Bitcoini ka pasur pak rramje, institucionet dhe fondet nuk dorëzohen, blejnë masivisht Bitcoin në çdo moment. Lajmi që breaking news është për momentin është se qeveria amerikane oficial është mshet. Para një ditëve kanë pasur mosmarrëveshje, qeveria amerikane me thonë momentalisht me qeverinë e mëparshme kanë pas mosmarrëveshje dhe kanë vendosur që të mshelet. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë do të ketë një krizë të përkohshme në treg, për shkak se kur mshelet nuk do të ketë rroga për njerëz që janë duke punuar për shtetin. Si për shembull, nuk do të ketë rroga për njerëz që janë në qeveri, nuk do të ketë rroga për policët, nuk do të ketë rroga për mësuesët, arsimtarët në për fakultete, nuk do të ketë rroga për zjarfiksit, ose këto të gjithë njerëzit do të dërgohen në një pushim pa pagesë. Kjo do të bje një rrëmje të tregut sipas meje, afat shkurt, se do të ketë krizë në treg, në faktikisht do të ketë krizë në Shtetet e Bashkuara Amerikane, edhe pse Donald Trumpi tu mos pas mosmarrëveshje e ka shpallur se mund të ketë që të mshelet, do me thonë oficial të ketë shutdown, edhe kjo para një orëve ka ndodhur. Afat shkurt mund të kena rrëmje të tregut. Nëse jeni një trader, do të keni kujdes me long short, se tregu mund të shkojë në të dy kohjet, nuk dihet. Çdo herë kur shumica presin që të kena rrëmje të tregut, ndodh e kundërta. Pavel Durov, i cili është co-founder i Telegramit,
Ai thot se Bitcoini patjetër që 2025-2026 që të arrijë një çmim për $1 milion. Okej, i kena dëgjuar shumicën e këtyre njerëzve që kanë influencë të madhe, pretendojnë se Bitcoini duhet të arrijë në $1 milion. Që do me thonë, shumica pretendojnë, Bitcoini duhet të arrijë $1 milion. Po, Bitcoini edhe sipas meje do të arrijë $1 milion, por jo 2025-2026. Do të arrijë mas një halving ose di, që do të thotë një halving është 4 vjet, do me thonë mund të arrijë mas 4-8 vjet në $1 milion. Jo këtë sezon, të themi sezon, që janë të gjithë duke pritur, por duhet të kenë edhe këto pak optimizëm, për shkak se njerëzit e thjesht e kanë humbur optimizmin dhe janë duke dalur nga tregu, dhe që këto njerëz që të shesin duhet të kenë retail. Retaili janë njerëzit e rinë e kripto. Do me thënë vë duhet likuiditet. Rami Radhës është po ashtu, themeluesi i Tether ose USDT ka blejt 8.888 bitcoina, që do thot në vlerë për $1 bilion deri 2025. Do me thonë për Q3-shin themeluesi ka investuar $1 bilion në bitcoin. Është një blerje masive nga ana e themeluesit të Tether USDT. Kjo do të thot njerëz kur keni fuqi, edhe pse YouTube-i ja pezulloi YouTube-in chaneli faktikisht Donald Trumpit, por kur ki fuqi YouTube-i bje dakord që të paguaj një dënim për suspendimin e akauntit të Donald Trumpit në YouTube $24.5 milion. Kjo do të thot kur keni fuqi, kërkush kur gjë nuk mund të bëj kundra juve. Kryetari i SEC-ut, normalisht i ri, Paul Atkins, thot se prioritet çdo sent që është duke bërë, prioritet e ka kripto në moment. Do me thonë është number 1 kripto. Kena shumë optimizëm në treg nga njerëzit, nga investitorët e mëdhej, por nga njerëzit e thjesht optimizmu ka humbur, nuk e di pse. Dhe lajmi i fundit, emetuesi i USDC-s është partner me Deutsche Börse për miratimin e monedhave të qëndrueshme në Evropë. Siç e dini, Evropa e ka pruar ligjin që për disa vite do të ketë të gjithë pagesat do të bëhen digjitale, do të ketë euro digjitale. Dhe për këtë arsye Deutsche Börse ka bërë bashkëpunim me USDC që të ketë një qëndrueshmëri të mirë të monedhave. Ky miratim që e ka bërë Evropa me këtë ligjin e ri është një katastrofë e madhe për evropianët, për njerëzit që jetojnë në Evropë. Është një kontroll masive të njerëzve, e kanë folur para disa muajve për këtë çka janë duke bërë, çka do të ndodh, nuk e di, por kjo nuk do të sjellë pozitiv as afat gjatë, as afat shkurt. Por njerëz e thjesht, që do të kenë kontroll çdo sen, për çdo euro që jeni duke harxhuar, ku jeni duke çuar, dhe çdo sen do të kenë kontroll. Nëse ju pëlqen kjo videoja, mos harroni të bëni like, subscribe në YouTube, të aktivizoni zilin që të merrni njoftim për çdo video kur do të publikoj. Faleminderit dhe miru pafshim në videon e radhës.